Pse ky alarm në Kosovë? Përshëndetje, Snorla. Pse është shpallur non grato dyershi? Realisht gjithçka ka filluar me faktin që në treg të Kosovës ka filluar të qarkulloj një lloji 2 euroshit që normalisht tek bizneset, tek arkat e bizneseve të ndryshme, filloj të ketë dyshime nëse është e vërtetë apo falso. Dhe pastaj e gjithë këtë, po them, dyshim, deri diku si me thonë, e sollën e pa në dritë që ekziston një monedhë falso që po qarkullon në tregun e Kosovës, 2-3 raste ku policia arriti që të kap një shumë goxha të madhe të monedha 2 euro në disa komuna të Kosovës, me që rast normalisht edhe janë konfiskuar dhe ka pas arrestime sa e përket kësaj çështje. Megjithatë, gjithë ky problem pastaj shkaktoi edhe një farë telashe zinxhirore, po them për faktin se bizneset në përgjithësi nuk pranonin pra monedhën 2 euro nga qytetarët. Dhe fillimisht kjo për pak ditë normalisht shkaktoi pak problem, sepse është shumë ndër monedha ndoshta më të përdorura, do të thoja, kur vjet çështja te këto metaliket. Por pastaj ka qenë Banka Qendrore e Kosovës që normalisht përmes një vendimi dhe njoftimi ka bërë të ditur që normalisht asnjë nga bizneset nuk ka të drejtë të marrë një vendim tillë që ta largoj, po them, nga tregu, nëse mund të themi kështu, ose nga përdorimi i një monedhë. Normalisht përmes njoftimeve dhe mënyrave për ta dalluar pastaj falson nga ajo e vërteta, kjo ka bërë që deri diku gjithë ky problem, po them, të eliminohet. Megjithatë, ende vazhdojnë Esmeralda të kenë dyshime të caktuara, momente të caktuara, kur për shembull në dyqane të ndryshme njerëz tashmë kanë filluar të përdorin magnet, pra mënyra të ndryshme për të paritur deri te vërtetësia, po them, ose për të pasur të sigurt nëse këto monedha janë të vërteta ose falso. Në shumicën e rasteve kam pas rast që të kem edhe në dorë kohëve të fundit, janë goxha të dallueshme, megjithatë prap, po them, në raste të caktuar kur blen në shuma më të mëdha, ndoshta edhe ndodh që mos të hetohen. Po në përgjithësi ka pra mënyra që ato të dallohen dhe tashmë pak a shumë një pjesë e madhe e dyqaneve po i përdorin, po them, këto forma për të bërë dallimet mes falsos dhe të vërtetat.